protokolli i shkëmbimit të instrumentave. Nga 1 janari i 2012-s, bizneset gjermane që investojnë në Shqipëri nuk do të tatohen në mënyrë të dyfisht. Kjo fal një marrëveshje të firmosur nga ministri i jashtëm shqiptar Edmond Haxhinasto dhe ambasadorja gjermane në Tiranë, Carola Holt-Kemper. Në bazë të akordit, e drejta e tatimit për të ardhurat i caktohet vetëm një shteti, apo ndahet në mënyrë të drejtë mes tyre. Sipas kryediplomatit Haxhinasto, kjo marrëveshje nxit bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve. Është një marrëveshje shumë e rëndësishme për të promovuar, për të nxitur bashkëpunimin, shkëmbimet e mëtejshme ekonomike midis dy vendeve tona. Ne jemi mirënjohës për këtë kontribut jashtëzakonshëm të Gjermanisë dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin ton të ndërsjellët për të çuar nivele më të larta. Ndërsa sipas ambasadores Holt-Kemper, kjo marrëveshje krijon një klim të mirë për biznesin gjerman në Shqipëri. Kjo marrëveshje ju jep mundësi bizneseve që të zgjedhin vendin në të cilin ata do të paguajnë taksat dhe në rastin tonë me siguri biznesmenët do të preferojnë Shqipërinë, sepse do të përfitojnë nga taksa e sheshtë, që është vetëm 10%. Shqipëria ka potenciale të mëdha zhvillimi, si për hyrjen jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rrugët rajonale, ashtu për taksat e ulta që zbatohen këtu, një nga të cilat mund të përmendim taksën e sheshtë. Gjermania është një nga donatorët kryesorë në vendin tonë, vetëm qeveria ka ofruar mbi 70 milion euro.